mbas dite dhe natën, gjithë natën, në Tiranë, se ka pre mandat në arrestit të Tom Doshit. Dhe se në mëngjes lajmet, po nga këto burime aty afër, vidhin se Toma është arratisur. Tani, imagjinoni ju se si bëjnë hetimet këta. Imagjinoni ju teknikat e tyre të hetimit. Ndaj dhe i ftoj shqiptarët që sa herë të ndëgjojnë fjalën SPAK të kujtojnë lidhshëm me te qendra kombëtare e shpifjeve dhe mashtrimeve. Kaq sqarimin. Toma nuk është arratis, as ka apo s'ka mandat arresti, as gjë për gjë, po ky është i gënjeshtër e të mërshme që është hapur nga qendra kombëtare e shpifjeve. Të nderuar deputet,